Në Shqipëri gështenjat shiten shtrenjtë, madje në shumë tregje të ofrohen prodhime të huaja. Ndër vite prodhuesit shqiptar të gështenjave janë ankuar për një vend grumbullimi të tyre, që do të rezultonte së pari me shitjen me një çmim të arsyeshëm dhe së dyti me rritje të eksportit. Së paku në veri të vendit duket se po ecet në rrugë të mbar. Me mbështetjen e qeverisë shqiptare në balldren të qarkut të Lezhës, është ngritur një qendër e re moderne e grumbullimit dhe tharjes së gështenjave. Kjo pikë grumbullimi më e madhja në Europë për nga kapaciteti krahas tregut evropian ka zgjeruar hartën e eksportit të gështenjës shqiptare edhe në vende të tjera si Japonia, Amerikë. Supermarrjen e vizitoi kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi se me dyfishimin e skemës së financimit të këtyre projekteve, supermarrje të tilla në fshat do dyfishohen dhe përpasoj do të rritet punësimi dhe eksporti. Ne jemi shumë të inkurajuar sepse po shohim që fara e hedhur për nxitjen e sipërmarrjes dhe të zhvillimit kapitalist në fshat ka filluar të mbi. Këtu sot kemi një dëshmi konkrete se si nga hiçi brenda 3 muajve është ngritur një pikë ultramoderne. Veç eksportit të gështenjave, Shqipëria është një eksportuese e njohur e bimëve medicinale. Rama vizitoi edhe një sipërmarrje në Bajës së Shkodrës në fushën e grumbullimit, përpunimit e paketimit të bimëve mjekësore. Kryeministri nuk nguroi të thoshte se bimët medicinale shqiptare do të pushtojnë tregun amerikan, veçanërisht Sherebelia. Eksporti, ne duam të nxisim më tutje eksportin. Ky produkt ka 7% sot të tregut në Shtetet Bashkuara, por nëse ne do ta kultivojmë në karakteristikat që ka produkti autokton dhe nuk do ta përzihe me fara të tjera dhe me historira të tjera që kanë sjell ulje të kërkesës ndaj nesh, atëherë ne do të kemi shumë më tepër kërkesë ndërkombëtare. Shefi i qeverisë shqiptare vizitoi edhe zyrën e legalizimit në Fushkruj. Përpara vitit kur tani vin punonjësit ke dera shtëpisë me të legalizuar shtëpinë. Si në 2006 s'ka kush. Falas apo për lek? Po s'bo fjalë lek. Po të premtimin se keni marrë. A premtim si na dhat, ata e marrë. 2 muaj pas inspektimit të parë, Edi Rama u kthye edhe një herë në Lezhë për të parë avancimin e punimeve për rehabilitimin e qendrës së qytetit dhe bregut të Drinit.